Një raport i fundit tregon se 58% e të rriturve në Shqipëri e rendisin ekonominë si problemin kryesor të vendit, duke përmendur më së shumti çmimet e larta dhe pagat e ulta. Ky studim global është prezantuar në samitin botëror të ekonomisë. Problemet kryesore ekonomike të përmendura nga shqiptarët janë çmimet e larta të produkteve dhe shërbimeve, pagat e ulta, standardi i jetesës që mbetet i vështirë për të përballuar. Këto tema u shprehën vetë nga pjesëmarrësit e sondazhit me fjalët e veta kur ju kërkua të identifikonin problemin më të rëndësishëm që përballeshin në vendin e tyre. Në mbar botën, mesatarisht 23% e të rriturve e rendisin ekonominë si çështjen kryesore, por në Shqipëri kjo përqindje është shumë më e lartë, 58%, duke renditur vendin në grupin e atyre ku më shumë se gjysma e popullsisë e sheh ekonominë si problemin kryesor kombëtar. Raporti bazohet në anketimin e të rriturve në 107 vende të botës, ku njerëzit u pyetën dhe u shprehen me fjalët e tyre për problemin më të rëndësishëm që përballeshin në vendin e tyre. Të dhënat janë pjesë e një sondazhi global i cili analizon perceptimet sociale dhe ekonomike të njerëzve. Janë marrë përgjigjet nga të rriturit në 107 vende të botës dhe ky studim tregon se 58% e të rriturve në Shqipëri e rendisin ekonominë si problemin më të rëndësishëm të vendit të tyre dhe një nga problemet më serioze.